Ndoshta për të lidhë, Kosova nuk është në një krizë në mungesë të institucioneve ose mungesë të vullnetit për majorancës. Edhe njerë për theksoj që është vullnet, është përgjësi, shturtallimi. Po shiko, tash unë po ta shpjegoj pikandit të këtij leximit raportit, pikandit të rrugtimit tonë karshi Bashkimit Evropian. Është shumë evidente që viti 2025 në aspektin legjislativ ka qenë viti humbur, por nuk ka qenë si rezultat i mosvullnetit dhe gatishmërisë tonë për të shtyr përpara. Ne kemi pas një numër të tentativave. Mendoj që zgjedhjet e 28 dhjetorit janë dëshmia më e qartë se kush ka qenë fajtori i këtij viti të humbur. Por çka duhet të theksojmë këtu është po ashtu që ky raport në njëjtën kohë e mirëpret formimin e qeverisë dhe kuvendit me të drejtë që është tekstuar këtu, po edhe mesazhi shumë i qartë që ne duhet vazhdojmë rrugën e reformave. Kur flasim për progresin edhe flasim për qeverisin, nuk ka një fjalë të vetëm kur flet për raportin e progresit në Bashkimin Evropian ku i atëpishohet dështimit të qeverisë. Realisht Kosova është vendi i parë. Po nuk ka gjuhë të tillë të përdor BE-ja, nuk përdor kësaj gjuhë në raport me shtetin. Po veç po duhet ta sqaroj nëse si ke lexuar raportet edhe të qeverive të kalume, e kam pas të njëjtën. Jo, po flas njëjtën frym të komunikimit të ka. Dhe në vazhdën e këtyre përfitimeve që Kosova merr në kuadër planit rritjes, përpos që merr përfitime, merr edhe obligime. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që këto obligime duhet reflektuar në politika të mira, në parafrim me akin e Evropës, po dhe në zbatim të tyre. Çka është e rëndësishme të theksohet është që kur flasim për progresin, flasim për mbështetjen. Nuk kisha mujtë me cilësu që dorësimi i aplikacionit për antarësim në Bashkimin Evropian mund të qenë simbolik. Ky draft raport i raportuesit Terës jep mbështetje për antarësimin e Republikës Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne kemi mbështetje të tillë që për rrugtimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë Kosovës. Të rrugtimit të Kosovës në partneritetin për paqe. Kjo është mesazh shumë i qartë. Çka është po ashtu e rëndësishme të theksohet është që ndërkohë në këtë paralizë, si më thon, politike që kemi pas vitin e kaluar, është thonë shumë nga opozita, po dhe çarqet e ndryshme shoqënore që, si më thon, Kosova është izoluar. Realiteti është që në fakt Kosova ka një tarme shumë të mirë në Bashkimin Evropian, sepse ne kemi reflektu punën në institucionet e ndryshme. Normalisht, në cilat institucione? Në drejtësi, në cilat institucione? Si me thonë, rrugtimi jonë për një ligj sa më praktik në Republikën e Kosovës në aspektin e implementimit, vazhdon tutje. Raporti po ashtu thekson shumë qartë sfidat cilat i kemi përpara. Unë nuk mendoj që sfidat duhet i bëjmë të barabarta, si me thonë, me dështimet. Në fakt, sfidat janë të barabarta me progresin cilin në cilat institucione, se ke dështu në Këshillin e Evropës. Sfidat cilat i ka përmend raporti, e që unë mendoj që na duhet i pranojmë dhe duhet i marrim me shumë detaje që shohim ku kemi qaluar dhe ku duhet adresuar këto probleme. Po çka duhet thonë është që detyrat e shtëpisë për anës Kosovës, Karship për shembull, planit rritjes, kanë qenë kompletuara. Ne kemi qenë vendi i parë në Ballkanin Perëndimor që kemi dorëzu planin e rritjes. Po ashtu, në rrugtimin tonë, drejt integrimit Europian, ne kemi teknik dorëzimi i planit të rritjes, nuk është përmbush. Se e di, e kom lexuar raportin që e ka dorëzu Besnik Bislimi. Duhet kuptuar që ne nuk kemi në pozicion të negociata në Bashkimin Evropian. Raportin që e ka dorëzu Besnik Bislimi. Aspirata jonë si Republikë e Kosovës është që normalisht marrim statusin e kandidatit. Se kur marrim statusin e kandidatit, kemi edhe një track record edhe një numër të shumtë të kapitujve cilat duhet negociohen në këtë drejtim për rrugtimin tonë. Çka është e rëndësishme të theksohet, normalisht është pjesa ku flitet për, si me thonë, pjesën e sundimit ligjit. Që kemi dështu me sundimin e ligjit. Raporti thotë që janë marrë një numër reformash, mirë po, ende mbetet që aspekti prokurorial dhe gjyqësor të i reflektoj masat karshi reformave, që flasim për pjesën e zbatimit. Do me thonë, nuk më mjafton vetëm ta kemi ligjin në cjetar, po duhet që ky ligj të jetë implementueshëm. Kur kemi ligjin e implementueshëm, po ashtu duhet që të jenë masat në koherente me reflektimin e gabimit që është bërë në këtë rrugtim.
që mendoj që kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Po ashtu, ky raport tregon edhe për një progres të kufizum në luftën kundër korrupsionit. Me për realiteti është që brenda reformave cilat janë ndërmarrë, pe anës ju e dini shumë mirë për agjencionin për, si me thonë, kundër korrupsion, për një numër të madh të reformave që Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë, nëse më doni mund të listoj ato. Ka një regres të luftën kundër korrupsionit. Nuk kisha mujt me qujt një regres kundër korrupsionit. Në renditje ka ra. Po, du të kuptojmë ku kemi qenë dhe ku jemi. Po, një hap kur po shkëm për para, po e merë lavdatën qeveria dhe po thëtë që kemi bo shumë progres. Ndërkohë që kur po bjenë ma poshtë... Kur flasim për korrupsionin, raporti flet për progres të kufizum, po jo për mungesë totale, si me thonë të progres. Përfundojmë atë drejtim, mund duhet me theksu që është shumë e rëndësishme, që nuk mjafton vetëm qeveria ta kryjë punën e vetë. Duhet edhe organet e pamvarura ta kryjnë punën e vetë në teren në mënyrë që, sepse raporti... Institucioni pavarur Këshilli Prokurorali i Kosovës, po e kryjnë punën e vetë, apo? Raporti i Kosovës vis-a-vis integrimit Bashkimit Evropian nuk kërkon që vetëm qeveria si aktor të jetë prezent. Ju e dini që është një varg me institucione cilat duhen të jenë ndërlidhura. Unë mendoj që këtu sfidën e kemi si Republikë e Kosovës, që të ndërmarrim masa rreth koordinimit të institucioneve, karshi reformave cilat na presin. Unë jam shumë koshjente që ka hapësirë për përmirësim, po dhe duhet ta vlerësoj faktin që ky raport e ngre një dritë re që e nxjerr Kosovën në pa rreth perspektivës evropiane. Për një kohë të caktuar, këto masat cilat i kemi pas, cilat edhe vetë raporti, nëse e lexonin detaje, thotë janë të pa justifikueshme. Edhe thotë që këto masa realisht kanë ndiku në 3 sektor. Kanë ndiku në shoqërinë civile, kanë ndiku në komunitetin lokal dhe kanë ndiku tek bizneset e vogla dhe të mesme. Këto masa kur janë dizajnu në kohën që kanë ndiku edhe në imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse me qenë e sankcionuar për BE-s, janë kanë veç 2 shtete. Impakt shoqëror. Këta kemi thonë vazhdimisht si qeveria e Republikës Kosovës. Na të kam qenë edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në çdo takim zyrtar që ne kemi pas, e kemi adresuar sfidën terren që realisht këto masa e pengojnë qytetarin e Republikës Kosovës. Nuk duhet me adresu, duhet me marrë vendim edhe me i bind që na kemi të drejt, nuk mjafton me adresu, sepse ne kemi shfaq, po ashtu kemi Ministria e Punëve të Jashtme ka pas qakurdim. Duhet të lidh me ajo ka qenë dështim pothuajse. Kritikën tuaj ka sheh që ne nuk duhet thojmë diçka. Diplomacia në fakt është shumë punë brapa perdeve. Edhe ka synim... Po dikur shihet ajo punë brapa perdeve. Jam bë 5 vjet dhe supo vizave në mandatin e qeverisë kurtë. Ka qenë proces që në të kaluarën, ka qenë proces i vazhdueshëm. Që ta kemi liberalizimin e vizave. Është shumë e rëndësishme po ashtu, se nuk po du me u hyrë në detaje të gjitha proceseve, po është shumë evidente që po kush është fajtori për dështim Këshillit të Evropës? Edhe si rezultat ka emër edhe mbi emër. Këshilli i Evropës dështem. Vjen shumë keq. Kosova ka marrë në mbështetje mbi 82% po nuk mjafton deputetëve të parlamentit, si ka mundësi që ne bëm kompromise në shtetëçonet, edhe dështues. Nuk ka një shtet tjetër në rajon që ka rri deri te staza e Parlamentit Evropian. Na thuni ju lutem, një shtet tjetër të Ballkanit Perëndimor që ka rri në antarësim edhe ka dështuar deri në 82% të mbështetjes së parlamentit. Po çka kemi dështuar? Po shiko, tash çka dështuar? Po cilat jo s'ka pas rrethon politike fare. Ka qenë dërgim kërkesa eksplicite që me dërgu një draft të asociacionit në gjykatën kushtetuese. Dhe e dini si ka ndodhur në 12 natës apo? Shumë e rëndësishme. Ashtu shteti po nuk bën kësaj marrëveshjes së orit. A bën? Kthehemi mbrapa, marrëveshja e orit ka me kena me pas obligim me përfundu. Është rastësisht se kemi veç një vetëm se zona deputete pas marrëveshjes së orit ka ndodhur një numër i madh i veprimeve politike duke përfshi agresionin në Banjsk. Është shumë e rëndësishme po ashtu me theksu që Republika e Kosovës vazhdimisht ka shi Bashkimit Evropian ka pas 3 kërkesa. E para, nëse dojmë ta implementojmë marrëveshjen e orit, hajde ta nënshkruajmë. Kërkesa e parë është nënshkrimi i marrëveshjes së orit. E dyta, kërkesa evidente nga dita e parë është ekstradimi i terroristit Milan Radojčić në Kosovë për me marrë dënimin e merituar për agresionin cilin e ka udhëheq
në Kam Republikën lexuar dhe raportin për Serbinë, dhe Serbisë i bën thirrje BE-ja që të bashkëpunojë me drejtësinë. Dhe i kërkon Serbisë, Po, që është hap për të përshëndet, që nuk është hera, po kërkojmë Serbisë, si më thonë, ta ekstradoj Milan Radojqishin, që të përballet me drejtësinë e munguar për të, mirë po duhet vazhdimisht që Serbia të vihet në presion për dorëzimin e Radojqishit, që është kërkesa e dytë. Kërkesa e tretë po ashtu, ju e dini që ne kemi një shtet verior, jo miqësor ka si Republikës tonë. Dhe ky shtet po ashtu ka dorëzu në Bashkimin Evropian, në EEAS të Bashkimit Evropian, një letër nga ish kryeministja serbe rreth tërheqjes.